në sezonin tjetër, besoj që motivi jam edhe synimi jam është me vazhdu me KP Dritën, edhe me vazhdu foncat me bu krenar qytetin, ku njëherë kur t'hin Super League, mas pari qëllim është me nejt, po në ambicet i kena sa ma nalt, kështu që besoj që veç për para. Mas pari Jay Walker është një lojtar i cili në maj 2025 ka përfunduar studimet në Amerikë, ka përfunduar sezonin e fundit në NCAA Division 4. Ai ka qenë gjithë në sezonin pa lojë, edhe ka qenë pak pikpyetja, ako me mujtë me performu që është duhet. Po definitivisht i ka tejkalu pritjet e tij, pritshmëritë tona dhe ka qenë një karakter i hatashëm, një lojtar shumë serioz, lojtar i edukum që ka ditë çdo detaj të mbrojtjes, sulmit, gjitha fazave të lojës, edhe është përshtatet në ekip maksimalisht mirë. Adhurimi është një lojtar i pozitiv organizator, playmaker, i cili veç e ka dëshmuar veten në këtë ligë disa vite dhe nuk po kondi diçka e papritshme rezultati i tij, edhe u di që ai kudo që shkon ligë por ka me performu mirë. Kështu që e ka qenë peshë me loja e adhurimit dhe ka qenë shumë ndihmës e madhe në ekipin ton, që e ka rregullu pak a shumë organizimin e lojës prej fillimit deri në fund. Ai bashkë me Donat Recepin si playmaker sekondar i cili u kyç gjatë sezonit prej pozitës 2-3 kena vazhduar pozitën ne, kanë qenë indikator mëdhenj me organizu lojën maksimalisht mirë te klubi Dritës. Sa i përket Ardiani Bishit, Ardiani në momente vendimtare gjithmonë ka performuar mirë, edhe është një lojtar shumë luftarak, i cili ka njerë nuk vrejet në fush, po arrin me kontribu shumë në ekip, si në fazën e sulmit, si në fazën e mbrojtjes.